Dy ngjarjet më të mëdha të muajit qershor, nëse mund të them ashtu me siguri, që janë zgjedhjet në Kosovë me 7 qershor dhe fillimi i kampionatit botëror në futboll me 11 qershor, që është me siguri një festë e madhe për të gjitha shamirët e sportit. Por në qershor do të ketë edhe disa ndryshime të tjera shumë me rëndësi, ndër të cilat janë transparenca e rrogave në shërbimet publike, pastaj aplikimi më i madh i subvencioneve për makinat elektrike, gjë që ju kam njoftuar pjesërisht, ndryshimet për transplantimin e veshkve, ndryshimet për produktet e mjaltit, qumshtit e tjerë. Programi i subvencionit të makinave elektrike dhe hibride që shkon deri në 6.000 euro ka filluar të zbatohet me 20 maj të vitit 2026, por në qershor tani pritet pra numri më i madh i kërkesave pasi që është funksionalizuar edhe portali elektronik. Nëse jeni të interesuar për makina dhe subvencionimet që ofrohen për makinat elektrike pra dhe hibride, shikoni pak më poshtë këtu në këtë kanal dhe e gjeni videon me linkun dhe të gjitha informacionet e domosdoshme. Politika europiane e migracionit po ndryshon dhe nga data 12 qershor zbatohet përfundimisht një sistem i përbashkët europian i azilit, shkurt CEAS. Procedurat e azilit do të jenë më të shpejta dhe më të thjeshta, më të drejta dhe më të standardizuara në të gjithë Europën, kështu thuhet në shpjegime. Qëllimi është të zvoglohen aplikimet e dyfishta në Gjermani dhe të lehtësohet barra mbi komunat. Nëse ju interesojnë detajet, natyrisht që mund t'i bëjmë kur të futet në fuqi ky rregull, por po besoj që ndërkohë ka relativisht pak shqiptar që kërkojnë azil. Për punëtorët në shërbimet publike në të ardhmen rrogat do të jenë më transparente, sepse nga data 7 qershor fillon zbatimi i rregullave europiane, ku thuhet se gjatë procesit të konkursit duhet të jepen më shumë informacione për kushtet dhe për rrogat në vendet e punës. Kjo nuk vlen për kompanitë private, por vetëm për punëtorët në shërbimet publike, që ka për qëllim pra të heqë dallimet në pagesa mes punëtorëve me kualifikime të njëjta. Prej datës 19 qershor do të thjeshtësohen rregullat e blerjes në internet, që do të thotë se marrëveshjet për shitblerje në internet do të jenë shumë më të thjeshta dhe më transparente. Edhe mundësia e kthimit do të jetë më thjeshtë, sepse kompanitë duhet të sqarojnë pra mundësitë e kthimit të mallrave nëse klienti nuk është i kënaqur me produktin në blerë. Nga qershori do të thjeshtësohet edhe mundësia e dhurimit të veshkëve mes personave të gjallë. Do të mundësohet pra edhe dhurimi i veshkëve mes personave të gjallë dhe jo vetëm pas vdekjes, por kuptohet gjithmonë pas kontrolleve të domosdoshme, nëse është i mundur ky lloj dhurimi, pra transplantimi, në veçanti mes personave të afërt dhe familjarëve, sepse transplantimet mes këtyre shpesh edhe nuk janë fare të mundura për shkak të grupit të gjakut ose papajtueshmërisë indeve, e për këtë natyrisht që duhet të vendosin mjekët në fund. Sidoqoftë, personat që kanë nevoja të tilla duhet të informohen, sepse nga qershori do të ketë ndryshime të rregullave. Nga 14 qershori 2026 do të zbatohet një kërkesë e re për etiketimin e mjaltit. Të gjitha vendet e origjinës duhet të renditen në çdo kavanoz me përqindje të sakta. Për konsumatorët kjo do të thotë transparencë e plotë në lidhje me origjinën e mjaltit, e për konsumatorët e mjaltit me siguri që është e rëndësishme se prej nga vjen. Nga 14 qershori do të zbatohet edhe rregulloria më e rrept për etiketimin e produkteve të qumshtit, ku do të specifikohen veçoritë dhe përbërja e qumshtit, si dhe kohëzgjatja e tjerë. Siç e thash në fillim, me 11 qershor pra fillon edhe kampionati botëror i futbollit, ku për fat të keq nuk do të jenë Shqipëria e Kosova, por për dashamirat e futbollit me siguri që do të ketë goxha shumë net pa gjumë për shkak të dallimeve kohore dhe kohës së transmetimit të ndeshjeve. Sidoqoftë, qeveria gjermane ka lejuar edhe shikimet publike të disa ndeshjeve, ndërsa nga fundi i qershorit vijnë edhe 2 ndryshime të tjera me rëndësi, siç është për shembull rritja e pensioneve për rreth 21 milion pensionistë dhe heqja e subvencioneve të karburanteve, por me këto tema do të merremi në fund të muajit, më konkretisht në fillim të muajit që vjen, ndërsa unë ju përshëndes shumë dhe
Mos harroni të abonoheni në kanalet e mia dhe të shpërndani këtë video. Faleminderit dhe mirupafshim.